Mjera i politikan që i beson Arben Taravarit dhe mjera i qytetar që i beson atij. Kështu ka deklaruar kryetari i Aleancës për shqiptarët Zjadin Sela. I pyetur se cili do t'jetë qëndrimi i ASH-s nëse Taravari do të përfshihej në frontin evropian. Sela tha se nuk i beson veprimet politike të Taravarit, pasi siç thot ai, bëhet fjalë për një person i cili e braktisi partinë me njoftim nga ana e një statusi në rrjetin social, Facebook. Ai theksoi se qëndrimin e tyre konkret do ta bëjnë të ditur në rast se përfshirja e Taravarit në frontin evropian bëhet realitet. Është hipotetike pyetja, sepse unë nuk është që i besoj më veprimeve politike të njeriu të tillë, sepse kjo situatë ngjan shumë me taktizimet që i bënte përpara një viti, dhe pastaj në moment të fundit shkruajti një status Facebooku dhe iku. Apo. Kështu që mjera i politikan që vazhdon t'i besoj akoma atij. Dhe mjera i qytetar që vazhdon t'i besoj akoma atij. Kur kështu e bëri me mua, që kam pyet veten gjatë kohës se çka ka ndodhur, çka i kanë bërë këtij njeriu. E kanë bërë kryetar komune, 2 radhës. Në mandat ministër para se. Apo ka pas tjerë aktivistë akoma ndoshta më punëtor që kanë dhënë më tepër kontribut, por ne ja dha mundësi. Ministër, kryetar komune, fond edhe partinë. Apo. Dhe prandaj them mjera i që i beson. I pyetur për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, Sela tha se Aleanca për shqiptarët e përkrah idenë që bashkë me zgjedhjet lokale të ketë edhe zgjedhje të parakohshme parlamentare. Unë mendoj si politikan që bashkë me zgjedhjet lokale do të kemi edhe zgjedhje parlamentare. Apo. Dhe ne jemi për variantin që të shkohet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Dhe sipas zhvillimeve që ndodhin, çdo hap politik që ndodh i bën më të parafort ai idenë e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare bashkë me lokale. Dhe ne jemi për këtë opsion. I pyetur sa do të ketë takim me kryeministrin Tristan Mickoski, Sela tha se takim nuk ka të planifikuar, por theksoi se nëse do të ketë takim, do të flet për tema reale si ndryshimet kushtetuese dhe përdorimin e gjuhës shqipe. Duke ju referuar bashkëpunimit me Vlenin, ai tha se nuk ka ndonjë bashkëpunim të tillë, por potencoi se është përbashkim të faktorit politik shqiptar, ku siç thot ai, për t'i bërë të qarta gjëra që duhet i realizojnë dhe për t'i dhënë fund mësymjes që faktori politik Maqedonas në qeveri dhe jo vetëm i u bëjnë të drejtave të shqiptarëve në vend.